Sot së bashku me Elinën do hapim dhurata që më kanë bërë njerëzit për ditëlindje. Si fillim doja të thoja që jam shumë falenderuese të gjithëve për këto dhurata. Më ndihmon dot? Okej. Këtu kemi një palë atlete nga Hermes. Unë kam marrë disa atlete të zeza nga Hermes. Më duheshin një palë, janë super të kombinueshme. Ka për pak të shumë ranë. Okej. Dhuratën më të shtrenjtë për ditëlindje nga Van Cleef e kam bërë unboxing në një video më përpara, që kështu. Tu kemi një palë syze nga Tiffany. Hiqja kutin? Opa. Ti vendos hati të shikojmë pak? Ua, sa të bukura me këtë detaj nga Tiffany. Dhurata tjetër ka Diori. Ka Diori. Të bëjmë unboxing shumë avash. Okej, shumë avash. Një byzylyr nga Diori. Unë shumicat e dhuratave i kam parë para se ta bëja këtë video. Dhurat nga vllai. Më kam marrë një byzylyk shumë të bukur. Është edhe byzylykun nga Diori. Këtu kemi diçka nga Chaneli. Këto janë syzet nga Chaneli. Yll. Kjo është një gjë si du ta shohim. Hajde ta hapim si ta shohim. Du ta mendojmë. Që kuptuat nga shpjegimi i Elinës, tu kemi diçka që duhet ta hapim që ta shohim, me shumë të vërtetë. Si më kurore. Për ta shikojmë. Byzylyk i bukur. Shumë bukur. Këtë vit kam marrë shumë syze për ditëlindje dhe kjo është pala e fundit e syzeve nga Gucci. Janë shumë të bukura. Atëherë kemi plot shumë parfuma. Elina, ngreje dorën ti shikojmë parfumat. Ngreje të dy. Bravo! Këtu dy të kemi një parfum. Kemi edhe 2 portofola shumë të bukur. Kështu duket edhe parfumi. Këto ishin librat për të më rritur inteligjencën. Shikoni pak se sa të bukura që janë, edhe nice për ti lexuar. Ja. Kemi edhe disa gjëra floriri, një unaz edhe një byzylyk shumë i bukur. Kemi një 2 dhurata, të cilat njëra është advent kalendar dhe tjetra ka produkte për flokët nga Vasilika. Dhe advent kalendari është nga klinika ime preferuar, nga Este. Kemi një kostum nga brendi një shoqes time që duhet ta provoj. Kemi akoma dhe më shumë rroba. Këtu kemi peshqir dhe çantë plazhi, është shumë e madhe. Kemi dhe një mbulesë për makinën, është gjigande, por nuk ja tregoj dot tani. Gjithashtu dhe shumë buqeta me lule, shumë urime këtë ditëlindje, jam super kënaqur.